Ne edhe parët e në themë u gjështu. Ajo ishte vetë kështu. Tash mos më ndroni, mos po thuni në këthe, po që jam qitet, së më qitet. Knacimi o pas njësë dhe gjithve, na sollet një energji shumë të mirë. Nuk do kon falca. Una? Nuk do kon falca. Jo, as pak, gjithë shka është originale. Labi, po e njëse me ty, ka pak ko që dole nga shtëpia më famshme në vend, Big Brother VIP Kosova 4. E ke marrë veten? E ku marrë vetë në aspektin që e ku kuptu që më dole ashtë për shpis. As fari faleminderit për ftesën, mi si u gjeta. Se janë njësa të shqyshtin mes. Po, e ku marrë vetë në aspektin që e ku kuptu që më dole ashtë për shpis, edhe po më pëlqen fakt, po më pëlqen realiteti. Ama në kuptimin që me pas një struktur ditore, ose me ditë kur po qona kur po flej halo jo. Pile sot kesh pak nervozat dhe në ty që ma kanë zirë shumë i zot ka qeret, ama ta fali. Njëherë velabi, njëherë bëna halal. Po ta fali, aj. Ke pas ko me pa vetën gjatë rukëtimit, pasi ke dalë jashtë, me pa ndo një moment labi, diçka që t'ka pëlqy, ose që nuk t'ka pëlqy aty? Pak, shumë pak. Vesh më basë sa më kanë të regu familjarë të shoqëria, po thojnë mirë veç vazhdo të ashtë, s'po di. Çfarë komente more? Prej familjarëve, edhe prej shoqënisë, për rrethit, për njerëzit që më kanë përkra kryesisht veç pozitive. Normal, aty këtu na i kritike vogël, ama gjithmonë bazon atë ana pozitive të komente mira, kështu që mirë është. Fokusohesh aty, për me qenë sa ma optimist dhe ma pozitiv. Me qenë se përmende që ta kom prish gjumin edhe t'kam bet pak hatrin mu. Edhe pak ngucë edhe pak svelo. Qa ka ndodhë me të dashurën apo ishte dashurën? Keni pas mundësi me u sqaru për gjitha të rëmuj në tonjza që u kriju? Me ishte dashurën nuk i na sqaru akoma. E kom potencuar në intervistat e tjera që unë e një këtë parimin që çdo problem që e kam me dikën, du me sqaru sy në sy edhe në privatësi, du me thonë, jo në publik, kështu që kur shkojnë Gjermani me vizitu familjen, pëse që këna pasur një bisedë edhe normal që më sqaru gjithë shka. Uroj që t'jetë më mira për të dëtë, qofë bashkë, qofë edhe ndore, zë. Vendimi t'jetë pozitiv për dëtë. Në vetë që në ndo, amo du të me sqaru... Pas sqarimit, kuptohet. Po, sqarimin kuptimin vetë që me ditë që ka ndodhë, që shtek, që ka mendua jo, që e ka buat veprim... Pas ka me lyp llogari, se jo që... Ashtu di shka. Edhe Alba me dimin ka lyp Qa ta nuk është të shku në Gjermani kjo, alo. Po, 5 gjati, so ma shumë. Po, tu da më njësa ne. Pak me shaka, është të kuptushme edhe kjo pjesë. Shkumbejmë po njëse me ty komplet diskutimin e prajme të mbrëmshëm. Prajme t'i kom për të. Hashko gojle. Po njësim në base me vendimin më të papritur që u morë mbrëm, Alba la shtëpin. Pas një diskutimi me Labinot Regjen, pas disa kacafytjeve dhe mos pajtimeve me styre, Alba vendosi që largohet nga shtëpia. Kjo me njerë pas vendime që e mori edhe për të mbuluar, po fillimisht më ndalimi të pjesa e largimit. Qiko ka largu që ta shpejuve mura vesh, kur falë që të marrë se alas po besej që a e del për e ty ytë. I ka përdur kejt gjokerat e mund që dhe më tanë që këtë gjokeri sa i fundit. E nuk ka as fillim, as mbarim, as limit, as nuk e di që shmat një person halatë mrena kur se cilën shikuse irritën. Dhe më tanë vetë zoni saj, kur janë njësë për me folë, të shka nerva, të bën nervëz. Nuk e di, tash okej, kuptej, do të më ka një person negativ, aty për jo derin qatë pikë, sa që mi shku nerva njerëzve është mas qastë madhe. Aja nuk e di ka as 5 shtyllat e islamit që përmendje. Edhe kësë s'po du më të përgjishë, diqysh si me irëni, është kjo është pyetje ironike. Me të vetë nuk i ka ditë, apo tjerë s'ka dash me jep llogari? Po tash edhe po den në prajmë, pe pas i lojmi, edhe me asi veshje që shë po më dje, bo në pak gati, bile, pri asajna me veshje, me sjellje, me kësisane, aja apet njëjtë. Balancje, mas një ora për të që atëre si të eke, veç be ke kështu me kry një herë, edhe që të keme dur, tani e kështu kësë njëjtë. Një fëmi i vogël 5 vjeç që kupton që është një loj shumë e lehtë. Mendon që është strategji e saj cila nuk po i funksionon? Strategji së një thua asajnë, është një loj e killalt, krejta, një loj se di. Do shta edhe i zhëllimi mrena, këshyrë për me bo diçka për me mejtë mrena, është për me ka finalin e sa vëdio në veç. Latë, shumë latë. Monika, me qëse shkumbini njësi me vendimin e parë që e mori për të mbuluar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4, si të duk ky vendim i Albes? Mendon që ishte strategji e saj, apo si që përshkroi dhe vetë ajo një ndjenjë që i ka ardhur qysh pak
pas verës, por që e priti momentin që në shtëpinë më të madhe në vend, ta merë këtë vendim para miliona shikuesve shqiptarë. Mas pari, të gjithë ata që mjohen, dashamirët e din që jam njeriu i fundit që gjykoj dikon, edhe që para gjykoj dikon, ose që kritikoj dikon, kom qenë atë lojë, e din të gjithë që asë njerin se kom prekën plagë edhe pse di shumë mirë, kurse sa i përket kësaj teme, jo që jom ftuar apo stafat se njerëz më me menu, apo kupton, po unë jam thirrur pardje. Dhe ndodhi dje sepse për mua është një meni temë që është shumë e ndihshme, shumë personale, edhe është e paspjegueshme, vetëm ai njeri që e përjeton mundet me shpreh deri dikun dhe nuk mundet me ta kuptuar gjithkohë botën. Tash sa i përket Albës, mendimin për të e kom thonë 2-3 herë në për emisione që kom qenë, nuk është që është vajzë që nuk është e zgjut, nuk është që është vajzë që nuk ka ditë deri dikun me lujt, por prej ditës parë deri dje, do me thonë loja saj u bazu në vëmendje çfarë do të qoftë ajo, do me thonë ajo e ka pranu që vetëm për vëmendje disa gjona i bën. Loja saj ka qenë, do me thonë, me ofendime, sado që thot dikush s'ka ofendu, ajo ka ofendu, unë e për cili dhe dikon, ka prek në pika dopta, ka prek në nana që kanë fëmija është, që gjë që të gjithmonë me bo, dhe gjithmonë kom qenë kundër këtyne gjanave, sado që jenë loj, nuk është strategji ajo është për ullje në nëqmim, ajo është një veti shumë e keqe njerëzore, e cila për mu asë njerë sukon Eduard Trokitur, ka gabu gjatë rrugës së saj, ka shfrytzu dikon për loj, ndoshta ka mujtë edhe me u lidh me dikon, në qëfëse ja kishin jep hapësirën, në këtë rast me ludën, mas ne i erdhë puna e la publikisht të dashurin që donte shumë, dhe ai publikisht ju paraqit në shtëpi, dhe aty e pom një Albë krejt totalisht tjetër që nuk e vlerëson vetën, se respekton vetën, sado që e shet vetën që din me mençme është elaborone që apo di, unë ma shumë, do më thonë, e thot një fjali duke e përsërit 789 herë, do më thonë, na pe kuptojmë që apo do më thonë, po vetëm për vëmendje, bëj ke gjithmonë me qenë ajo që fletë, mas shumë ti, edhe erdhë puna që ajo e dashuron një njeri i cili nuk ka as respekt për to, se lere mondjen, ajo e dashuron një njeri që e ullë në çdo aspekt njerëzor, që do me thonë ajo e kom dëgju atë muhabetin jashtë që e kanë bo, për mu ka qenë, mu ka i ke për to, mu ka i ke për to, se më dhimet se është femën, e po du për përfundim, me lidh paka shumë, do me thonë që kur vjen puna, delaj zotnia, që për mu është narcisist numër 1, po narcisist i lodhët, do me thonë, po kjo ka ndikim, do me thonë, dajti, ose aj ka dëshirë me ja majtë zemrën e saj në dorë, se jo që intereson Alba si femën. Narcisistat e kanë qatë farë smurë, qatë farë apetije. Dhe kjo gjithmonë edhe mramë, thëke, aj mu më kanë ngrit, aj mu më kanë mbrojt, ato e kemi pa të gjithë, nëse dikush me ndonë që e kanë mbrojt limi Albën, atër për një me nuk pas ka pa. Dhe në fund delë thot që unë e kom andër me unë bulu. Pikrish, pas gjithë kësaj analize që edhe mund ka... Ajo u doshtë mrena në atë loj, që to veti mas pari mos mi bo, për me orte që ki vendim 3 javë para finales. Për me arrit që aty, unë si një njeri që i përkullem zotit, që 15 vjetë, 16 për bonë. Unë si një njeri që në të shpijon falë, ndër të parat, edhe s'po foli për me falë drekën e darkën e milion akshamin, apo këta. Unë e kom hi me kusht mi falë vaktet. Asë njerë s'kom folë për atë mabet, sepse prishët regulorja, unë e kom nënshkru, e kom ledzu me sytë e mi. Mra mu bo një show në emën të fejs islame, dhe unë e mendoj këto që u bo një show, a faktikisht i thynë regullat edhe stafi edhe produksioni, edhe sepse unë sa e di vetë kur jam falë, ka pas raste që nga produksioni kom pas, do me thonë, fjali, ose thënje, që pse pe ban këtë punë këto le për shpe, do me thonë njerës të din ata që i falen që Zoti është si Big Brother, si që to, si është, gjithë ka e kemë, tash. Pikrish Monika, me qenë se dhe vetë ke qenë brenda asaj shtëpie, ke qenë edhe praktikuse e fesë, si që pëthua ti e regull. Mendon që pas gjithë këtyre ndodhive, pas gjithë kësaj analize që e bërë për Albin, mendon që kjo vendimi saj ka qenë real, ndjenjë emocion real, apo thjesht e ka shfrytëzu si ka të kartën e fundit në këtë lojë? Në shpirt kur kujna. Me atë sa kemi parë, me qenë se... Ata që e përjetojnë e di. Po nuk mundet me qenë e vërtet për deri sa elaborova shumë mirë
Vetit nuk i ka pas të tilla. Nuk është Islami mu mbulu edhe me i falë 5 vakte. E afron vetën ti me vepra. Do me thonë, ajo dosht me qenë një lojtare e denjë, e respektuar, duke mos e nënvlerësu asë një lojtar, mos me ofendu asë njonin aty, për deri sa pas ka pas plan me bo që të gjo. Dhe me thonë, edhe këtë gjo du të me bo, dhe me thonë njeriu, kur është jashtë, jo në Big Brother. Edhe mas ne nuk e elaboroj as pak mirë. Nuk ma ka dhonë atë ndjenjën se e kom dëgju me vëmendje që ka po thotë. Se në njeri, kur i vjen një udhëzim, gjë që nuk mund është me kuptue, vetëm ati që i vjen, aj e shprej mendimin nga shpirti. Ajo nuk ma dha qatë emocion që i ka orë që aj udhëzim me shpirt. Nuk tha kur gjo. Jo, po unë fizikisht si përfatsisht, marrëdhënia me Zotin fizikisht si përfatsisht dua ta jetoj jetën rrugtimin tim duke kaluar në kësaj si përfatsisht dhe dua ta kem unë jetën time kështu në lidhje me Zotin, apo kupton? Nuk tha kur gjo. Nuk tha kur gjo. Nuk bën me gjyku, në qofë se veç nuk aron sejdë ose në qofë se nuk u falë, sepse Zoti thot, edhe në momentet më të këqija, kur je duke i bo krimet më të mëdha, tash s'pa thonë për krimet mëdha, po qashtu e përshkron, duke hynë gjuna ndoshta, edhe me vetën, edhe me diko tjetër, bjenë sejdë, falu mos e le. Dhe me thonë, Zoti ka mëshirë ma shumë se një nanë për një fëmijë tash, na nuk mujna me gjyku Albën se unë vetëm muj me thonë fond, përfundimisht, lësë Zotin t'jetë vërtet dhe t'u Zot për një me. Inshallah. Shumë është e thjeshtë. Por, ajo dalja e saj mram, unë mendoj që edhe është ka e vunë vetë për momentin që tash, pse ka dalë, është pendu totalisht. Asaj erdhë puna, s'ke dit asaj. I thamë, dilmëre, shkomëre edhe ajo detyru, se a ke po e ka njëri unin e vetë. Po ajo nuk ka dalë me dëshirë. Edhe këtë gjo e ka bo ndoshta pak për loj, fejnë e ka shfridzu pak për loj, pak për ndoshta edhe e ka një kam udhës. Edhe shpesoj që e ka. E qartë. Diona, e pojmë edhe vetë pasi dha vendimin e dha dhe arsyeën se kjo ndjenë për të ndjekur rrugën e fesë islame e ka ardhë qysh pak pas verës në fakt. Se mendon që e la momentin që ta jep ose ta merr këtë vendim pikërisht në shtëpinë më të madhe në vend, drejt finales, pas 2 muajve që, si shta dhe Monika, ka përdor gjitha kartat e moshme në lojën në formën e saj. Mendoj që ka qenë me të vërtet pjesë e lojës apo ndjenë reale që thjesht e erdhë pas herës së dytë prej verës? Për mu, dje ka marrë kuptim të plot thënja budallakia s'ka s'kaj. Edhe me nëzi po presë mu hjek shto 30 e budallaki se me i hinë tren njerëzit e meqëm. Për shkak që kjo, jo vetëm në Big, po dhe jashtë Bigut na e dina që ka një background këgja të pist. Kësa ju ka dash me shku në varë malja, në fa shpi me nej dykon vetë, njerë me marrë oksigen, me i rujt delet, tani me mendu me bo një hap të tilë. Edhe po mendoj që kur t'i lexon kjo ligjet e feja islame i ka do kritere dhe këgja strikte kështu, kështu që s'po mendoj që kish mujt me ju përmbajt edhe kish përfundu si ferë. Kish kërku prap me u rikthy që shukon. Mendon që nëse kish vendos Shamin, do të hiqe pas një kohë? Po. Me këtë që përthua? Po. Edhe personat e tillë unë mendoj që ka nevojë për persona adekuat njëherë me ushëru, jo veç në atë kuptimi me ushëru prej naj smundje, po në përgjithësi prej shumë gjanave, e jo me ra prej e një skenari, fatkesisht edhe po vjen keq që duhet me thonë të Olca Muhamedit. Po pse mendon që është skenari i Olcës? Përderisa vendimi ka qenë personali i saj, besoj që në këtë pikë nuk mundet me pas ndikim as Olca vetë si producente, po as produksionit që të marrë vendimet e tilla një personalitet brenda shtëpisë. Po pse nuk ndodhi, pra pse nuk mbulu? Po është vendimi i saj, është prej Bigut edhe më tash nuk rikthehet. E merr po besoj Olca në zyre, janë 24 orë i fol. Mendon që ka dëgjuar Alba gjithë këtë rrëmujt e Olcës? Kjo vetë ka treguar që edhe Melimi ka hip me skenar prej fillimit. Kështu që çdo kisha dash me përmend pa gruan e Dinit ndoshta, s'u kanë edhe shumë ashtu profesioniste për Big, ama sa u kanë në udhëheqjen e saj personat e tillë të Ylkas kanë pas vend as në gjysmë të lojës, limo me shku në finale. E qartë, gjithsesi jemi në kushtet që jemi sot, momentalisht edhe që po i diskutojmë. Prandaj Lapi po du më ndal pak edhe tetik, e ke pas Albën prej afër për më shumë se 1 muaj e gjysmë. Afër 2 muaj gati, 2 muaj. E ke ndje fillimisht të lidhjen e Albes me Zotin ato momente? Ma jo. Jo. Së shumë më ka jep shumë përshtypin që është fetare. Gjithmonë e kom pas përshtypin që çdo temë që e ka hap,
si temën e dheut, si temën e fesë, ose spiritualitetit e ka hapë që me prek dikon publik. Me dalë diku, jo që e ka ndjerë realisht. Që përshqypje kom pasun. Ta shosh për një me, se mos feja është jem shumë ndishme dhe s'po përqen fakti që jena shumë të diskutu si fenomen, edhe pse do është gjaja kryesore që ndodhi, prandaj. S'munu me ditë mendimin e sajna, amo vetë mënyrat që shtie formulove pyetje, në fakti që ka pritë që sa muje dhe ka bo ta më në prime, pa i pasat të shtyllat e tjera, normal që automatikisht vinë dyshime që ka bo për vëmendje. Unë ishë ndërrej fakti që Alba është tjepër e pavarashikueshme, për që ka dhe probleme tjera si person, pa do është me adho në diagnoz i ka 100%, po... është se këdina keq. Një gjendje saj emocionale, psikologjike nuk është e mirë. Ajo Po, të shpresoj... ditë, për që ka smuje, tash nuk bëm me gjiku ashtu njerin e për që ajo ka nevoj për dikon, ajo këto janë kretë më abete që s'ban mi thonë, sepse gjithkush bjen faza depresive, gjithkush e shet, e prekat gjo, bojmë gabime. Normal. E kemi përjetu vujtjen, kemi bo vetë gabime në rinije, që tash e dikure, ama po tash e ka një fazë të keq ajo, nuk është që e bon me qëllim. është diçka shumë normale, edhe Big Brother vendi i duhur që më ardhe dhe... është rëndësishme, ama jo në Big Me vendi Brother. duhur, bashkë vendi duhur, ta njerës, po... Nëse kjo vetë se ka nevoj për trajtim profesional, Big Brother veç e bon edhe mazi. I shku kjo dhe finale, mës të kish dalë dje, njerë masi s'ko ka e duhur kjo për Po në nuk besoj që halo ka dalë. Për Big Brother. Me dhe me që të shnu. Besëm që ka me orë koha që qata njerës ka me shku. Për miro shumë ma shkur që është e dina, a u konë lojkje, a nuk u konë. Me lona, thotë. Po dhe me qitë mbulesen, okej, qitë mbulesen. Me lonë një 2-3 ditë edhe me shtja pecat limin. Që kish hiqe e limi mrena, veç e kesh bo. Limi ishbo hoqë. Jo, a e veç e kesh bo njerë, po hiqe boj, veç e kisha po dojë. Ege, me njerë. Që do e kisha po shumë letë. Monika, për si pas fesë, a lejohet që fillimisht hyjë në shami pa i ditë ose pa praktiku 5 vaktet? A qërë s'lejohet, i lumi A praktikohet si proces fillim mbulimi, pas taj praktikimi? Nuk lejohet me bo loj e me gënyu vetën, se su në gënjen t'i Zotin, na jemi në zorë për Zotin, jo Zotin për neve. Gjithë shka është e lejume kur është me shpirt. Gjithë shka është e lejume kur është me zemër. Kur ti ki vendos me shpirt mu pëndu. Mi u përkull ati që dohet, e jo Big Brotherit e flajt madh, e me lut ato që dohet, ati i kofshin falj, që e ka damarin ton dorë gjdo sekund, që ma afer e kemi dekën, se sa jashtë qatë kafet që ma qëtën. Zoti falj, Zoti do njerës që pëndohen ma shumë se ata që e luin rolin kinse neutral, njerës që gabojnë e pëndohen janë matë dashurit të i lumi Zot, e ke po dhe njerës i dojnë kur të kërkon falje dikosh e danë ma shumë se u pëndu, e ke po e lere mo i lumi Zot, në qofë se ajo e ka me të vërtet rrugën Zoti ja lecan. Po në qofë se veç është të e bo për një me për vëmendje, e për një me për loj, e për një me s'po di se s'është mirë psikologjisht, ose pse donë me mrim famën e për pare, është gjëja ma e shëmtume që mundet me bu një njeri. Edhe nëse menoni që kjo është thyrje tabuve, se janë bo do gjana shumë, a bëdin po thejnë tabu e po bëjnë tabu, tabu në ditë sotit po thejnë njerës e mirë, sepse qëta njerës po gjinën. Tabu sot po thejnë njerës me sjelljet mirë, njerës cilëndrimi e njerës që janë shumë të pakt, sidomos në media tona shqiptare, që ta po thejnë tabu. Unë po mendoj që edhe me rëndësi është me ka njëri mirë. Për shkak që unë për vete, një persona që janë me mbules, i ndjekun gjitha ritualet e fesë, mirë po nuk janë edhe njerëzit të mirë. Thot edhe libri shajt. Ashtë adin të mos të e bojmë edhe këto tabu, me thonë që një grua buduar nuk është e mirë. Ashtu është, zdo me thonë. Po, ma mirë është kjo mos me mbulu hesh, e njëherë me u bo njëri mirë, e mas një kohë, tani ka pleshnije në ashtaj vjen rani edhe mbulesës, apo ndryshe me vnu mbulesën... Mos taktume nuk ka, po i shkam pak si me regull. Po dhe me regull dhe, po kjo nuk i ka të shumë dhe që ke një mendim ndryshe, mendon që praktikohet fillimisht falja, pastaj edhe mbulime? Janis mas pare lexan, po atë në librin tonë, shahet shkruar, lexo, mëso namën Zotit tënë, ka dhe dalë shkan, tek masanena, është e kashme e qëtë mbulesën. Kjo sikurën e qëta është kisha në studje me dres të Real Madridit, e më thonë unë po du me lu për Real Madridin, e kom vesh dresën e Real Madridit.
Edhe tash ato tjera ta di me lu futboll, as di me lu futboll, ai bindet aty në rregullave, ajo s'ka lidhje. Domethënë kryesore në konvesh ato edhe janë rregull tash me veten edhe me krejt tjerë. Mirë, po që fakt se Olba kryesorja është pa i feja mas përvend don poqe. Don qetësi, nuk don shpifje. Ato me kohë shpifje. Personale, gjë që Olba nuk e ka. Ajo është filozofie e madhe. Bravo, Mund të sakt. pëlqit. Bile nuk i duket pa pastërtia nëse e ngjatë çat shami. Gjëja e parë, kryesorja është mu mbështet Zot edhe me besu 100% Zotin. Kur e beson 100% Zotin, ti jeton për Zot. Ti do me thonë as minimumin e rrenës nuk e ban. As nuk mendon keq për as një njeri në këtë tokë. Zoti thot mos gjyko, more ndihma dhe kur e shet në gjendje të keqe. Çiftin e Olbës u dasht me ndihmu njerëz kur e shohin, nëse veç je fetarisht e udhëzume edhe jeton për Zot. Nuk ka nevojë me shkel njeriu, në çfarë do lloj gjendje. Libri Shajt thot ndihmoj edhe atij që është nevojli, edhe nëse e shen rrugë të keqe. Mirë, po jo në Big Brother. Nuk po besoj që thot në Big Brother. Unë shumë menoj që feja islame është rrëpsisht ndaluar për atë arsye ajo dashuron dikon që as nuk e çmon. Zoti kur duhet nuk bjen një njeri në çat deregje me dashuru dikon e me dek për dikon, unë smartona me kërkon, unë i prej venat unë. Ti nuk e ki lidh hala marrëdhënien tënde me Zotin. Një njeri që beson 100% Zot nuk dëshpërohet në këtë jetë, çka do që i vjen. Po pikrisht për ata më shumë e fajsova unë produksionin në rastin e Olbës, se definitivisht ka nevojë për trajtim prej njerëzve adekuate dhe profesionale, jo prej një producente. Diona, nuk e dini se vetë një detaj në fillim të prajmit, Alba pati fustanin në një formë tjetër, pati kështu që ishte zbuluar ka pjesa e gjoksit. Në momentin ku erdhi pjesa e saj për të marrë vendimin, fustani u ngjet për pjej dhe u mbulu pjesa e gjoksit. Dhe mbajke durt. Normalisht se i mbajke. Mendon që ishte rasti ajo, po thjesht vendosi qëllimshëm që mbulohet e pjesa kur të flitet për fe. Qëra nëse e kish boj Hygeta një gjë të tillë, ma i kisha besu. Se Hygeta dhe dush kur ka bo, më duket ka bo ma shumë në hapësirat e mbyllura lapa. Se ka këshyfër. Po dhe nuk është që u shfaqe. So shumë karo as Olben, as Hygetën mi po t'ju la. Ku e kapin kamerat, djeke edhe ma ekspozu me veshun, kështë djeke totalisht një skenar po që dështoj. Po në rjet patëm vëshimit komenteve, cilat komente ndoshta që tranë ty më shumë të sy, ose që i mban mend momentalisht sa i përket vendimeve të dy vendimeve të Albës për në shtëpin fakt që e mori mbrëm. Kanë komente komplet pozitive dhe komplet negative. Negative kanë të pjesa mbulimit, pozitive të vendimit saj për medalë. Edhe këtu prap shumë po e përmeni këtë produksion edhe di që s'është mirë, po nuk po kam ka me ikë. Keni dështimi produksionit edhe me njëherë u ndryshun hapat edhe rridha emisionit se e po që shpërthej rriti për negativisht. Normal këtu në Kosovë edhe në përgjithsin shqiptari nuk dhezin këto sene. Mendon që në këtë pik labi unë ndiku Alba edhe prej presionit të banorve, sa asë njerë për banorve nuk i doli në ekran. Në fakt gjithë e gjikun për vendimin që ajo e mori, asë nuk i besun. Unë besoj që unë ndiku edhe prej opinionistave, se as ata që e përqafun vendimin e sajna, edhe prej banorve, edhe është edhe në qatë moment edhe thjesht e ka rrokë që edhe publiku mund me pa mënyrën e njëjtë, që është po e shojnë opinionistat e banorët. Po pse unë ndiku këtë pjesë, kur ajo ka pas po ashtu komente negative edhe të pjesa e limit, që nuk e ka përka askush mënyrën që ajo ka zgjedhur me dashur limin. Nashta, mas pari unë besoj që u dalë kër e shoh ullën qito, se kër e shoh në Prishtinë. Për ndryshë nuk besoj heq. E kam shumë një intuit që ka gjasa që nesër këthejet, ose sonte ma vonë, nuk i dijet heq asaj pune. Se Olba është e para shikushme. Besoj që ka qenë pjesë e planit sajnë, aty shumë fillim, se ajo dhe në formatën e kalun me sa kom kuptu mas daljes për bigot, se sa që kom përcjell ma heret, u dalë ishtë në mes edhe ka gjetë një mënyrë më viktimizu. Kështu që besoj që kër e ka pasi kër plan B, nëse nuk i dhez asë një strategji që e ka, me dalë vetë. Ose në pomenoj që qaj e flutura që i ka prej asfaltit, i ka ardi ka full dje del pak se horë bone. Mare mos peshojmë Big Brother Shqipnis në këta. Ka gjasa. Nuk po besoj. Se u hargju, jenë hargjurës. Monika, mendon që vendimi për të larguar, nëse është larguar përfundimisht, është i drejtë? është i duri për të? Pas gjithë kësaj sakrificën fakt që e ka bën lojë. Unë e thashë në fillim ajo u pendu që ka dalë për asaj shtëpie ke moment. Adin moment ke se e thap dua të dalë, do Leonida i tha del mëre adin.
edhe keni diçka që një me u dasht me bo. Se ajo për momentin është e vujt këtë gja shumë, se di, sa e njomi na publikisht që shtu që beshojmë, ajo është e përjetu këtë dalje shumë. Për që u konë me meritu finale, ne ka meritu tash, nëse se më haj këtë gja, e ka meritu, ka lujt në përmjet tash qysh ka shkel njerëz e shpirtra e vetën e besa, po e ka meritu finalen. Po kur u flet ke për fitore, pasha zotin, isha të ranu nëse e kish fitu. Ja, se ka meritu fitore. Se kështë më shyrë kërë mu? Finalen po fitore një, a? Finalen po, që tash, dorën një, a fitore një. Në rast se Alba nuk thejet më në shtëpin e Big Brother, këtë po urën ti, mendon që do të ndjek vendimin që e mori aty, mendon që do të mbulohet? Edhe jashtë shtëpisë? Në live një 2-3 herë, shqyqoni ka qenë vendimi ngutë shumë, do presë edhe pak të sho, edhe qotë apet kështu, apet të bo me dure, me kësisa në zgat një 2-3 orë, njerës nuk ka njerë me kësyrë diri në fund, edhe kur nuk e kuptojnë a ka pas për një me ajo. Se di ju qa po thuni veç ajo ka fonsa. Une nuk e di ju qa po thuni. Fonsa? Se se cili aty e ka... Ka? Fonsa, po. Po. Fatkesisht, unë përsa ta thash ma herët që shumë kesh që janë hi në trend këto budalakijat. Kështu është puna edhe të votat, të kretë këto budalakija. Mas ne e limi vla, e ndëgjumë vetë, dja par dja, a i tha vetë e pranoj që është skenar gjithë shka. Po, ajo kone ditë ne. Po, ajo po. Se ati si besoj qa folë? Besoj që prapë se prapë duhet mu vlerësu si lojtare, se për një me pëtë momentit parë që ka hi dhe si banor që kom jetu me to, e kom pa që kjo ka jep shpirt për këtë loj. Kështu që fundit kësi njerëz, soto që ka jep shambull për mos mund djekë edhe shambull të keq, për plot tema caktune, se për këtë formatit, i duhen formatit njerë stil. Nasha pa që ato shambull të këqi që i ka jep, po energjia që ka jep, dinamika që i ka kriju, nuk e di qysh i shkon Big Brother e pa Albën. Mendon që do t'jetë shtëpia ma zbrazë në rrasë nuk thejet Alba? Ja, që tash si mungan. Tash këna orë të fundi, pëse që teton një ndhez, po nëse kish dal ka Mesi, pëse që Big Brother kish rrjedh këtë ndryshe. Okej, e qartë. E pam Diona edhe rrethimin e plot të Elionës. Në fakt është vajza e vetme që është gjyku për historinë e saj në të gjitha format. Disa për tyre nuk e kanë besuar absolutisht dhe kanë menduar që gjithë historinë e saj e ka shfrytzuar për lojë, duke quajtur edhe viktim. Ka për atyre që e kanë përkrahur maksimalisht dhe kanë besu çdo veprim dhe çdo fjalë që ka dalë nga goja e Elionës. Po cili është mendimi yt për rrethimin e saj që në fakt ishte rrethim shumë i tresht? Unë po mendoj që e kanë cilësuar si viktimizim për shkak që historinë e tresht e ka jep qysh në fillim të rrugtimit. Edhe mbas asaj masanej kretë dhe banorët janë mbështet veç në rrethim edhe kretë kanë gjyku në bas tip, për shkak që edhe Eliona nuk është që ka jep shumë gjëra tjera për pas treshës që është ato. Po fatkesisht ma shumë jepim pojenta në këtë rast Albës, qysh edhe po shihet prej audiencës, sesa Elionës që është edhe dalëm prej Albës, është pak ma me kom në tokë, më dogot. Po që nuk e fajsoj as Albën që është ashtu qysh është, se paftyrë bile le të bëm pare. E qartë. Labi, për të bësë ty me qenë se ke qenë edhe afer Elionës. Jashtë është pa, nuk din se ke mujtë me arrit, me ledzu gjitha komentet, jashtë është pa Eliona edhe se një gacë e mlut në gjuhën populore, që nuk është vetvetja aty. Si tu ka duk ty Eliona, realisht si person? Ka qenë reale, qofë në historinë e saj, qofë në lojen që e ka zeta ja me lujt aty? Besoj që në historinë e saj nuk u të zonë mos me qenë reale, kështu vendosi me i besus kësajna, për të risa të regon një histori që është reguar ma përpara në për intervista, gjatë që unë se kom një, po prapë se prapë, së besoj që kështë pas këzimi me gënyu edhe për energjisë me ka jep Eliona thjesht vendosi me besu historisë saj, sa për këtë pjesës të viktimizimit që të sejke dhe ti, Eliona është detyru me të regu historinë në qatë pikë të hershme të lojës, se Labinot Regja i ka pru informacion të ka bu në lojë, që musë qaru që do sene e ka të regu, ta një fakt është shumica e banorëve e kam pa veç si gjëna ose si viktim, po s'ka qenë zgjedhje e sajna me të regu historinë. Rjeta ka qenë i tillë. Për që lunë e Eliona lunë, po kena qenë fakt me një lojë edhe është një lojë, kështu që besoj që e lunë një lojë të pastër, që të paktën të publiku, po do këtë sa ko mujtë me pa, po publiku të është i pëlqy, kështu që pse jo është një lojë edhe le të lunë. Po, si për se cilin banor që përmendem edhe për Albin, publiku është i dyzuar, ka komente edhe pozitive, po edhe për atyre negative. Faktin loja asaj është e pasur nëse krahasojna me lojtarët e tjerë, s'është që ka ofendu, bullizu, ose ka prek dikon limite që s'preken.
Kështu që e do atë rëkes për lojën që është e bo. E qartë. Bravo i koftë. Monika, për ty Eliona si duke qoftë si lojtare dhe qoftë pas rrëfimit saj që në fakt preku miliona shqiptar me historinë e saj shumë dëmshme. Rrëfimi saj është rrëfimi. Jeta saj sprova si një verre, si një fëmi, si seriozisht është shumë e ranë. Ka njerës që pak diçka provojnë jetë dhe krejt tërzohen. Ajo më pëlqenë se është guri, është e fort, ka qëndrim, e mi pas 18 vjetë, mi pas qëto veti, dhe më thonë vetëm se jeta e ka bo qështu. Se ka disa që thonë që kom vuj shumë jetë edhe do është me deviju. Mu për që ata më pëlqenë ajo qikë, edhe pse është herët për me perceptu jetën e saj, sepse tash që i fillon asaj jeta dhe shpresojmë që do t'jetë saj përket bile mendimeve të saj që i ka të mira, do të vazhdojnë qështu. Saj përket fjalisë që e tha nuk i dhojmë vëmendje, unë mendoj që i dhojmë vëmendje Elionës paksi shumë produksioni. Faktikisht Elionën përveç rrëfimit që na u ka dhimë, se na dhimet tëmve, i urojmë një jetë me tënat mirat e Zotit, e shpërblevë Zotit për gjithë gjë në këtë jetë, unë mendoj që Elionën e ka rritë loja e lëndrimit, mas ne loja e Klodit, dhe më thonë që se veç i thojmë që është lojtare, sepse unë mendoj që Eliona nuk është lojtare, është për personave që e dojnë njerëz për vërtetësinë e saj që pe paraqet, edhe për disa fjalit të saj, sepse loja jo nuk bën, nuk është që ka nëjë strategjie, mu që me bo një diçka, me provoku. Një herë a dy në fillim u mënu, adin me bo një lloj ngacmimi, po nuk i kishije, kurse sa i përket që e donë publiku e donë Elionën si shembull i një qike që u sprovu, ka vujt edhe e urojnë, sidomos na moshator që i kena do vjetë, e nanat e urojnë me pas një jetë lumtur, se e meritan. Për sa i përket që nëse veç Eliona fitan, dhe me thonë nuk është që si shakzu, i shakzu, po aty lojen, spektaklin, shown, e ka bo lëndrimi dhe fitusi dhe spektakli të Big Brother Kosova është lëndrimi. E qartë. Shkëmbin, mendon edhe ti se Eliona është ngrit në kratë e Klodit dhe lëndrimit? Kisha da është më nërë pak me herët diçka që vetë, na këtu jena për me komentu jo me para gjyku si diçka që kërkush mos të merë ashtu shumë. Ta është të sene nëse kishë ndodhë para liberalizimit vizave, qa këshën thonë e këshumë besu. Po e na dole e kina pa dhe na. Ta është, po të qohë dikush, ja merë fmiti se 5 minuta u vënu, për me shku mi marë në qërë dhe me ndodhë keq të sene, që kjo loj puzzle mu nuk po më lidhë dhe kërkon heqë. Këto po me ne që ka diçka kogja shumë a fell. Pra mendon që nuk është arsyeja e vërtet pse ka marrë familja gjermane vetëm vonesat e nënës së saj në shkollë. Jena kombre. Pa diçka më shumë. Jena kombre në për Gjermani, në për kësisane e kena pa, kërkush nuk shohet ashtu, me pa që u vënova pak, nuk o më fëmija jutë kena me ta marrë me ta qutje. Ajo mundet me ndodhë, po jo me nejtë të një familje ka gjatë. Du dash me ndërhy. Edhe unë dje ndëgjova, falë që po të përzina. Dje ndëgjova intervistën e saj, që kishtë thonë në televizion, ajo kishtë thonë moshën 7 vjeqare, printe mi nda. Kurse më bram, tha që asë njerë s'kam pas nëjë problem. Para se mera me flajtë, prom, mdull, qysh kishtë thonë në një emision, në një televizion të na, që familja ime në moshën time, 7 vjeqare, janë da. Është e qitë keq. Dhe gjatë qëndrimit saj aty ka përmen që pendi ka edhe normal që në qëfëse janë da, ja marin fëmijë. Është e qitë keq që dhe një shtetë që na shqiptarët e Kosovës një pjesë shumë e madhe, e darën e kam prej që ati shtetit. Unë jetoj në Gjermani dhe ligjet në Gjermani është si janë basha shtrepta, nuk ta marrin fëmijën veç nëse ke arru me marrë për shkollës, po si do të qoftë, nuk të qonë kjo shumë peshë dhe nuk janë dronë peshën vujtjeve që ka përjetu Eliona. Cila ka qenë arsyeja pse kanë marrë, nësha kjo ka vendosë me tregu mënyrë ma butë, ju ka doksona ma të butë, po historia si histori nuk besoj që ndronë. Përjetimet që ka posë Eliona si fëmijë. Po është nëse vesh një kaje kundër historia dhe këtë ndryshë tani. I përjetu, kështu që si shanal shumë të kjo. Me qenë se një edhe ligjet e Gjermanisë, Labi, cila mundet me qenë do shta ajo arsyeja pse shteti merr një fëmijë nga një familje dhe dërgon një familje tjetër. Cilat mund me qenë arsyet, nëse pëthu që jo veç vonesa në shkollë? Zakonisht janë këto klasiket që mundet për shembull kërshia me të lajmëruar që fëmia po çon shumë, që dyshojnë që ka dhunë fizikën në shtëpi ose nëse nuk e çon shumë shpesh në shkollë,
nëse mësuesi ose profesori, mësuesi në këtë rast, ose edukatorja e shet që ka në i shenjë dorë, ose të më thunë kryesisht shenja të mdhaja të mos kujdesisë edhe dhunës, në arsye kryesore. Për pas ndarjes, a e normal që mund të pasë përleshit, cili përmerë, cili nuk përmerë, dhe mund të një për një kohë shkurt me vendos Jugendamt, thonë Gjermani, do thonë ata tjetimores me marrë fëmijët dhe me qute një familje strehimore. Mendoj që mund të qenë ndoshta kjo arsyeja me qenë se prindi ka pas paraprakisht të ndarë dhe nuk është marrë vesh se cili prind tjetë në kujdesin e vajzës në këtë rast, dhe tre fëmijëve që janë 4 sa ka qenë në total. Nuk e di. Mund të jetë kjo ndoshta ajo arsyeja specifike pse është temë që dosh mi dhon arsye hiç, ndoshta edhe për më janë keq kuptuar për shtetin gjerman, siç ka thonë Eliona, kështu që si do të qoftë, kisha dosh më shumë më fokusu te përjetimet e sajna, do që arsyeja pse ka shkuar aty nuk e ndron historinë e saj tjetës. E qartë. Jona, nesër kemi dasmë të shpe, po martohen Eliona dhe Klodi, si ishe këtë qifti, që në fakt e zodi publiku me shumë këshëri. Nëse ishin ka në gjarjet si javet e kalume, ma shumë pat kuptim me konë Benita me Klodin, po me që kimia e tyne dhe qëtashu prish, ma mirë Eliona me Klodin. Mendon që do të ndodhë diçka mund të ketë ndoshta ndonjë puthje, si që tha edhe Lundrimi, a do t'jetë krejt tradita? Jo, s'po besoj heq, se edhe dëgjua dje Eliona natën që i tha Lundrimit, unë edhe ndasëm tem reale, nuk i kisha puth burin para musafirve. Tipika ajo vajza shqiptare. E diasporës. Që e dojnë, e diasporës. Shkom bënë si e shek të këtë qift? Bëhet i për spektakli interesant. Ma shumë, ta tjetë, ma mërmenja kanë me bëjë interesant të kësyje, të bëjë kësi stile, së sa ata ata veç kanë me nejtë, që se diçka që... Po që shka me reagu Benita? Ja, që i mos e hire. Ka shku bia. Se hire të svanëm kanë kopë mua të krya. Monika, dysha Eliona dhe Klodi si qef në martes, në fakt në martes jo reale, si duke? Unë e kam një mendim për ata dy. Unë nuk mendoj që shkojnë si qift heq. Edhe një jetë reale. Nuk e di, nuk më pëlqenë si qift. Ma shumë pëlqenë me Lundrimin si qift. Edhe ma një darë se me kisha dasht me Lundrimin, se kishim bo show dëtë, kanë makimi, s'kishim pas shumë adin probleme, mos mu afru, jo mu afru. Kush Klodja ke tjetra? Eliona me Lundrimin. Po, une nuk isha si qift, nuk shkojnë, diqysh, kjo është një krejt kështu tipike shqiptare, kjo është një farë. Apo dhe në ketë totalisht një mentalitet tjetër, nuk e di pse pi ndodha ajo shkëndia. Unë mendoj që Klodi nuk ka pëlqim për Eliona. Eliona pak, ashtu kështu, edhe ato për bën pak 5-5 ma dhanë për lojë, sepse ka fillu me... Se fa që s'ka lojë ma heret, a përse që pas ka lojë? Për lojë me shty me nejtë dhe një jasë, jo na i lojë strategjike. Une lojtari ju thëmë strategve, vla. Po për të risoja ka rrit me... E jo... Ato pa bo pak disë Jo që kjo që dosh pak apë din me bo. Ajo e pëlqen, po jo që ka të shumë. Unë mendoj që Eliona se pëlqen shumë. Ma shumë e pëlqen Benita. Benita... Mendoj që ka hynë valë dhe ta është thjesht po valëzën. Po, ta është thjesht, edhe u me të thonë që po mundona me dhe ka fillu mës me pas masi që ka pas shkëndia të fillim. Ja ka njës me arru Eliona. Eliona e ka një të mirë, u sprovu motër ajo, nuk e ka probleme dhe me arru Klodin, se ka që qëfar problem. A Benita po mdhimet kove të fundit, unë e shën një Benit që është shumë lozonjare, unë e shën një Benit që është shumë originale, është vetvetja. është vetvetja. Ajo, pin komen kry është vetvetja. Originale. Originale si karakter, se për ato gjona tjera, ajo, unë e për një men nuk e gjykoj kërkon edhe nuk ban me gjyku. Jeta vetë mërë është, din kush, ka kush e uzone, ka kush e gjykone, nona e baba e. Unë e kur se kom prejk dikon që se gjana edhe zvan. Ka vendos vetë, saj përket karakterit saj, ajo është qashtu që shashtë. Edhe për që ato ka fillu me pëlqy Benita. Autentike. Po, do me thonë, pi ditës pare, deri dje Benita është shumë e njejtë. E njejtë. E krejtë e di që unë e njështë originali du. Benita është pa filtera, për riso 90% që i banorëve. Edhe është e përjehtu shumë. Agravu se i flirtoj mendime që me thonë. S'ko nevoj për filtera se të mira. Ato që e kanë mendjen, që ka i vjen e para. Lebjat kanë thirë ndasëm, nesër. Jo, se po tute më spjodhe informacione nga jashtë. Do që e kësha bo. E dim që e kësha bo, nuk i kësha kursi. Labe, kush me nda që mundet me qenë fitusi i këti formati, këtë edicioni? Ty bazu qysh ka në rrjetë gjana të qysh po rrjetë mëse që ka me fitu Eliona. Kësha pas që me fitu Lundrimi, se ka jep ma shumë kontribut ka aspekti lojës,
Ama besoj që ka me fitu Eliona. Okej, Diona? Gjithë fiton dikur që s'na konvenon. Dyshysh, kur s'na konvenon Shkurta. fitu si në fund. Shkurta. A ki votu najherë? Dion, a ki votu për me fitu dikush? Jo. Për shta fiton dikush që voton? Shumë, bravo, të tash ke Po se, a di shumë do këtë vota në Big Brother. Sikur vota në zgjedhjet kështu. Si votove, si e bonet pavleshme, ata që apet po e vjedhin nuk po merret dash. Shka ka rinumrimi? Për kështë të punës, që Ja, është rinumrimi. Po të pozitivina të qeve se me po mund të jenë politikë. Emri fitu Diona. Shumë lojtarë, po më do këtë Ludo. Nda që duhet me Se fitu po e di Ludo. që s'po ju pëlqen kjo përgjigje, po... Jo, absolutisht, jo, për gjithë Okej, finalistë, po që kjo po ja bëj qefin, po është Klodin. Mes Benitës e Lionës këto dy atë besin njejtë, edhe pse Benita do këtë pak me mua dhe po vesh ndërhyrje të bojnë. E prej këtyne dy, nashta Benitën, Fituse e shë e Ludo, se po ndalim i vesh të fitus. Shkurtimisht, shku ben fitus i pas teje. Alaudini. Alaudini fitus është gjithmonë. Po lojtarë që janë brenda shtëpisë. Shëvirë ke thamë star, gjithmonë o fituse. Shtel të shumë. Nuk i gini emër për caktu. Nëse shkohet kush është mas gjënohja të masi të na që e farloj viktimizimi, kush është masi ma i vutin e masi që ishte në gjëna shqiptarët, më në qëhet që e përmenet. Eliona, po pse s'pja përmende emrin të mëre? Qa mja përmenet bëllë deri stash të gjysore, falet për të. Ama mire pat Diona, zakonisht fitusi në Kosovë gjithmonë është një fra plot twisti, që se pret hiq, gjithë është Për që ato po kom qef kësoj here, ma në fund, me dignitet, me të gjithë mendimet e shqiptarve, kretë kishin thonë, bravo e ka meritu, edhe i thonë produksionit, bone ma në fund, lojtarin kryesor që prej ditës parë, me kufera, ka bo show, ka lujt, ka vazhdu, e ka majt këtë Big Brother, ndash artist, ndash stil, ndash oratori, ndash tru, ndash indishëm, ndash personalitet i një. Do më thonë, është spektakli, i spektaklit Big Brother Kosova Lëndrimi, pik. Isha a mo menoj që Lëndrimi ka me dojnë ma përpara se Klodi. Jo, më që jo, mërë E ki pjesë shuim se qka ka me të zotit vazhdim. Kratë Lëndrimi, në ploj edhe vazhdo me ne. Apo që gjithë shkojnë në finale edhe fitusin një qa nuk i... I sugjeroj që gjithë shqiptarët ma në fund të fitoj një lojtari denjë. Monika Lubën për Lëndrimin. E qartë, falimdej shumë gjithë dhe për qëndrime dhe opinione që i datë saj për këtë mbrojme të prëndshëm. Knajtësim ju pasë sot, dëna sot një energji fantastike. Falimdej gjithë. Kjo shkëllqy edhe pse vetme. O, falimdej shumë. Shkojme pak marketing me dhe kthehemi në pjesën e dytë.